Me aftësitë e tij teknike, shpejtësinë dhe instinktin e golashënuesit, Gabriel Kulla është një nga talentet më premtuese të futbollit shqiptar dhe një emër për t'u ndjekur në të ardhmen. Gabriel Kulla, një sulmues 17 vjeçar nga Shkodra, ka tërhequr vëmendjen e tifozëve dhe ekspertëve të futbollit me paraqitjet e tij të shkëlqyera me ekipet e moshave të Sassuolos në Itali. Në ndeshjen e fundit kundër Genoa, sulmuesi realizoi 3 gola, ndërsa këtë kampionat ka arritur që të shënojë 19 gola në 24 ndeshjet e luajtura deri tani. Ai ka tërhequr vëmendjen e shumë agjentëve dhe klube të mëdha janë duke e ndjekur talentin shqiptar. Në nivel kombëtar, Kulla ka qenë një aset i çmuar për Shqipërinë U17. Në 11 ndeshje me kombëtaren, ai ka shënuar 10 gola, duke përfshirë 2 gola në fitoren 2-1 ndaj Slovenisë U17 në prill 2024. Sulmuesi 17 vjeçar pritet të luajë në kampionatin evropian U17 që do të zhvillohet në Shqipëri duke nisur nga data 19 maj. Shqipëria do të përballet me Portugalinë, Gjermaninë dhe Francën në grupin e saj dhe Kulla pritet të jetë sulmuesi kryesor në ekipin e Andrea Tedeskos. Pavarësisht vështirësisë së kundërshtarëve të cilët jo më kot marrin pjesë në fazën finale të Europianit, Shqipërisë U17 ky turne do t'i vlejë për të gjithë ata lojtarë të cilët do të përballen me bashkëmoshatarët e tyre të cilët janë një nivel tjetër.